LSDM ka paralemruar se sot do të dorëzojnë kuvent iniciativë për vazhdimin e seancës konstituive, ndërkaq që ambasadori Zhbogar paralemron se Maqedonia ka humbur shumë kohë. Analistët politik thonë se shqiptarët nuk duhet të jenë monedhë për kusuritje ndërmjet partive politike maqedonase. Asnjë sinjal për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, alarmohet Bashkësia e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale. Kryetari i qytetit Shkupit nuk merakoset për gjuhën shqipe tek ndërmarrja e sjellësit, drejtori vazhdon të heshtë. Mirë mbrëma dhe mirë se takohemi me lajmet qendrore këtu në televizionin Shenja, të nderuar shikues. LSDM ka paralemruar se sot do të dorëzojnë kuvent iniciativë për vazhdimin e seancës konstituive, por nga kabineti kryeparlamentarit të deritanishëm kanë dhënë interpretime që lënë hapësirë për dyshuar se kjo seancë nuk do të thirret edhe për një kohë të gjatë. Nga kuvendi thonë se seancën mund ta thret vetëm Velanovski edhe atë kur të dëshirojë ai pa ndonjë afat të caktuar. LSDM ka paralemëruar se sot do të dorëzojnë në kuvent iniciativë për vazhdimin e seancës konstituive, ku duhet të formohen trupat parlamentar dhe të zgjidhet kryetari i ri i kuvendit. Por vazhdimi i kësaj seance që në fillim duket se do të komplikohet dhe rrezikon të zvarritet edhe për një kohë të gjatë, pasi iniciativa e LSDM-s nuk nënkupton se kjo seancë me automatizëm do të mund të mblidhet. Nga kabineti kryeparlamentarit të deritanishëm Trajko Veljanovski kanë sqaruar se 20 nënshkrime kërkohen për thirrjen e seancave të reja, por me që kërkohet vazhdim seance, duhet të jepet dëshmi se është krijuar shumicë parlamentare prej 61 deputetave, por edhe me këtë dëshmi, kuvendi nuk do të mblidhet me automatizëm. Nga kuvendi pretendojnë se pasi Veljanovski ka qenë drejtuesi i seancës që në fillim, vetëm ai mund të thërret dhe udhëheq edhe vazhdimin e seancës, ndërsa për ta bërë këtë, ai nuk ka afat të caktuar dhe ngelet në vullnetin e tij se kur do t'i thërret deputetët. Nga ana tjetër, VMRO DPMNE ka përsëritur edhe një herë 2 ofertat e saj ndaj LSDM-s, duke kundërshtuar formimin e qeverisë së re. Kjo parti sot përmes një njoftimi edhe një herë rekomandoi se mbetet në ofertën e saj nëse LSDM-ja heq dorë nga platforma e Tiranës dhe realizimit të elementeve të përmbajtur në të do t'i jap përkrahje Zoran Zaevit që të formojë qeveri. Nëse nuk e bën këtë, VMRO DPMNE kërkon që të mbahen zgjedhje të parakohshme parlamentare së bashku me ato lokale. Zgjedhjet e dyfishta partia e Gruevskit i sheh si zgjidhje për krizën, sepse siç citohet, qytetarët atëherë do të mundet qartë të vendosin nëse do të përkrahin platformën e Tiranës dhe elementet që ajo përmban. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar ka deklaruar sot se nevojitet formimi i qeverisë e cila do të jetë përkushtuar në zbatimin e reformave prioritare pasi vendi ka humbur shumë kohë. Ai gjithashtu ka theksuar se nevojitet implementimi i tërësishëm i marrëveshjes së Përzhinos, ndërsa ka thënë se për dalje nga kriza, situata aktuale nevojitet dialog. Shefi delegacionit të BE-s në Shkup Samuel Zhbogar ka deklaruar sot se vendi ka humbur shumë kohë dhe është koha që më në fund të gjendet një zgjidhje dhe vendi të ecë përpara. Ai ka thënë se pret që qeveria e re të jetë e përkushtuar mbi zbatimin e reformave prioritare, ndërsa ka theksuar se për dalje nga kjo situatë nevojitet dialog. There are still issues Shumë kohë është humbur deri më tani dhe mendoj se është koha që më në fund të ecim përpara. Pikërisht për këtë nevojitet qeveri që do të angazhohet në implementimin e reformave urgjente prioritare. Na duhet gjithashtu qeveri që do të angazhohet në dialog me shoqërinë, në veç shoqërinë për dialog mes liderëve politik, pasi pikërisht siç dëshmoi procesi i Përzhinos, dialogu është vetmja mënyrë për të ecur përpara. Duke folur mbi marrëveshjen e Përzhinos, ai ka deklaruar se ka akoma çështje që duhet të zbatohen nga kjo marrëveshje. It's time to get the government who will engage Kur të kthehemi në marrëveshjen e Përzhinos do të shohim se ai ishte një proces i mundimshëm, por ka sjellur zgjidhje. Nga ajo duhet akoma të plotësohen çështje të caktuara, para së gjithash reformat prioritare. Shpresojmë se qeveria e re do të përkushtohet në përmbushjen e reformave. Sa i përket lajmet të publikuar në disa media se Eurokomesari Han javën e ardhshme do të vizitojë Shkupin, Zhbogar ka thënë se nuk ka konfirmim formal mbi këtë, megjithatë ka interes të madh në Bruksel që ajo të ndodhë.
Zhbogar këto komente i bëri gjatë një aktiviteti të zhvilluar sot në Valandov. Misioni Shëbaz në OSBE ka vlerësuar se Amerikanët janë të zhgënjur nga fakti se presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov refuzoi mundësinë që të formohet një qeveri e re nga deputetët të cilët kanë një shumicë të pastër. Përfaqësuese amerikane Kate Burns ka deklaruar gjatë takimit me kryediplomatin Maqedonas Nikola Popovski se ky veprim i presidentit është në kundërshtim me angazhimet e OSBE-s, parimet bazë të demokracisë dhe sundimit të ligjit. Si një partner strategjik dhe mik i Maqedonisë dhe me respektim të plot të sovranitetit dhe unitetit të saj, Shtetet e Bashkuara i bën thirrje presidentit Ivanov që të rishikojë vendimin e tij, theksot në reagimin e këtij misioni. Analistët vlerësojnë se shqiptarët nuk duhet të lejojnë që të jenë monedha për të paguar kusurin mes partive politike maqedonase. Për kryetarin e shoqatës së të burgosurve shqiptar Shpëtim Pollozhani, ky dimension regresiv me cilin karakterizoheshin zgjedhjet e fundit është si pasojë e qeverisjes së gabuar të partive të vjetra parlamentare shqiptare, BDI dhe PDSH. Ndërkaq analisti Milajm Fejziu e cilëson këtë si një veprim avanturier. Sipas njohësve të rrethanave politike, edhe pse BDI dhe PDSH sollën një tërmet në skenën politike shqiptare, duke i detyruar mira votues shqiptar të arratisen në kampin politik maqedonas, shqiptarët nuk duhet të lejojnë që të jenë monedha për të paguar kusurin mes partive politike maqedonase. Për kryetarin e shoqatës së të burgosurve shqiptar Shpëtim Pollozhani, ky dimension regresiv me të cilin karakterizohen zgjedhjet e fundit është si pasojë e qeverisjes së gabuar të partive të vjetra parlamentare shqiptare, BDI dhe PDSH. Pollozhani tha se nuk është normale që mira vota shqiptare të shkojnë për kampin politik maqedonas, derisa nga ana tjetër as edhe një votë vetme e një maqedonasi, qoftë edhe gabimisht, nuk është hedhur në kutitë e partive shqiptare. Po në rast se ka ndonjë marrëveshje, të themi, ndërmjet LSDM-s dhe VMRO-s, që duke qenë agresive VMRO, shqiptarët të rriqen dhe t'i minimizojnë kërkesat. Kjo tregohet edhe me faktin se ka mundësi, është hipotetike, ka mundësi, përse jo, ato këshillohen nga të njëjtat institucione kërkesat e veta. Ato duhet të pishtojnë kërkesat, po në rast se nuk bëhet qeveria, kur le të mos bëhet qeveria? Mos vallë shqiptarët gjithnjë ta mbrojnë Maqedoninë, president Maqedonasve. Ndërkaq analisti politik Milajm Fejziu e cilëson këtë si një veprim avanturier të shqiptarëve. Megjithatë, për të mbetet e paqartë se në cilën platformë apo programe kanë gjetur veten shqiptarët për të bërë një veprim të tillë. Kjo që ndodhi, që një numër i madh i votave shqiptare shkuan në subjektin politik Maqedonas, kjo më shumë u kujton nostalgjikëve të mëhershëm që shqiptarët mund të japin votën edhe tek partitë Maqedonas. Megjithatë, kjo që ndodhi për mua ka qenë një avanturë, edhe një veprim avanturist i shqiptarëve, sepse të japish votën dikujt, do të thotë ta gjesh veten në atë program apo në atë platformë. Unë nuk e di ku e gjetën shqiptarët që i dhanë votat LSDM-s. Analistët vlerësojnë se shqiptarët nuk duhet të ndjehen si jetim apo si votues që nuk kanë përfaqësues, pasi sipas tyre tani më në skenën politike janë edhe dy parti të reja parlamentare shqiptare, të cilat kanë sjellur progres në këto zgjedhje. Sipas tyre, Lëvizja Besa dhe LRPDSH kanë pasur dhe kanë akoma një ndikim në realizimin e të drejtave dhe kërkesave të shqiptarëve. Shqiptarët kanë qenë të pakënaqur nga partitë politike shqiptare. Përkatësisht nga partia në pushtet, nga BDI-ja. Së dyti, mlefi që u krijua brenda këtyne 10-12 vjetëve, ai erdhi në shprehje pikërisht në këtë zgjedhje. Megjithatë, ky mlef nuk duhej të shprehet në këtë mënyrë, sepse shqiptarët kishin edhe 2-3 parti tjera shqiptare që do të mundeshin t'ia japin votat, nëse ai mlef ka qenë i shprehur ndaj BDI-s. Progres në skenën politike në Maqedoni sollën partitë e reja politike
sikurse që janë BESA edhe LRë PDSH. Sipas analistëve, kjo situata e manifestuar në këto zgjedhje mund të karakterizohet edhe me vetëdije të ulët kombëtare, pasi sipas tyre, vetëm në një situatë të tillë do të mund të bëheshin këso eksperimentesh. Për disa muaj me radhë të punësuarit në shkolla fillore dhe të mesme në ndërmarrjet dhe administratën komunale rrezikojnë të ngelin pa paga, ndërsa vetë komunat pa udhëheqës ligjor, pasi për disa ditë përfundon mandati i kryetarëve dhe këshilltarëve aktual të komunave. Bërësia e njësive të veçeverisës lokale do të mblidhet për gjetur zgjidhje që të tejkalojë kjo situatë, por ende nuk kanë asnjë ide se si do të veprojnë. Në gjysmën e dytë të këtij muaji përfundon mandati i kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve komunal. Zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2013 u mbajtën më 25 mars, ndërsa me ndryshimet e fundit ligjore, ato u shtin për në gjysmën e parë të muajit maj të këtij viti, por edhe ky afat u shkel pasi kuvendi nuk i shpalli zgjedhjet në kohë të duhur. Nga partitë politike nuk ka asnjë sinjal për datën e mbajtjes së zgjedhjeve, ndërsa kjo ka rrezikuar që komunat për muaj të tërë të ngelen pa udhëheqës. Kjo situatë ka alarmuar edhe Bashkësinë e Njësive të Veçeverisjes Lokale, që tu bën kryetarët e të gjitha komunave në vend. Këto ditë pritet që BNVL të mblidhet dhe të gjejë zgjidhje për fatin e komunave dhe administratës komunale gjatë periudhës në vazhdim, ku këshilltarët dhe kryetarët do të jenë pa mandat për të sjellë vendime. Kreu i kësaj bashkësie, Koce Trajanovski, ende nuk ka asnjë ide si të veprohet dhe presin mendim nga institucionet më të larta. Da, očekujeme mišljenje od Ministarstva za Po presim mendim nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Pushtetit Lokal dhe pasi të marrim mendimin e tyre, do të mblidhet Bashkësia e Njësive të Veçeverisjes Lokale. Situata e krijuar rrezikon që të lë pa paga të punësuarit në administratën komunale, arsimtarët dhe të gjithë të punësuarit e tjerë në ndërmarrjet komunale. Këshillat komunal nuk do të mund të sjellin asnjë vendim, ndërsa në rast se zgjedhjet nuk mbahen deri në fund të vitit, atëherë komunat nuk do të mund të miratojnë as buxhetin për vitin e ardhshëm. Për të zgjidhur e gjithë kjo situatë, partitë duhet të përmbyllin seancën konstituive të kuvendit dhe të zgjedhin kryetarin e ri. Ky i fundit duhet të shpallë zgjedhjet, por paraprakisht duhet të bëhen ndryshimet ligjore që do të shtyjnë afatin i cili tani më është shkelur. Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka marrë vendim për anullimin e vizitës paraparë në Australi, bëhet e ditur nga kabineti presidencial. Gjendja politike në vend dhe tensionet mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për ndërprerje të marrëveshjes për migrantët janë arsyet për shkak të cilave presidenti Ivanov nuk do të realizojë vizitën në Australi, informojnë nga kabineti i Ivanovit. Vizita parashitet takime të presidentit Maqedonisë me kreun shtetëror të Australisë. Ivanov po ashtu duhet realizonte takime me guvernatorin e përgjithshëm, kryeministrin, kryeparlamentarin, kryetarin e Senatit Australian, me përfaqësuesit e grupit Maqedonas Australian të miqësisë në Parlamentin e Australisë dhe me përfaqësuesit e Bashkësisë Maqedonase në Australi. Gjorgji Ivanov dhe Bujar Nishani janë takuar sot në Azerbejxhan, ku kanë biseduar për marrëdhënie dypalëshe dhe krizën në rajon. Presidenti i Maqedonisë ka theksuar se platforma e partive shqiptare e mbështetur nga Tirana paraqet ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë, ndërsa presidenti i Shqipërisë tha se shqiptarët në Maqedoni janë një faktor shtetformues dhe Shqipëria do t'i mbështesë në kërkesat e tyre legjitime. Presidenti i shtetit Gjorge Ivanov ka realizuar sot një takim me presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani në Baku të Azerbajxhanit. Ivanov gjatë takimit ka reafirmuar qëndrimin se mënyra e sjelljes së platformës pas zgjedhjeve nga ana e partive shqiptare dhe deklarata që kanë pasur nga ana e funksionarëve të lartë të Shqipërisë paraqesin ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë. Megjithatë, Ivanov ka theksuar se Shqipëria është mik i Maqedonisë dhe i tillë do të ngelet, dhe për këtë qëllim sipas është e nevojshme që të ndërmerren hapa konkrete për normalizimin dhe avansimin e marrëdhënieve bilaterale. Pakica maqedonase në Shqipëri dhe bashkësia etnike shqiptare në Maqedoni duhet të jenë faktor të afrimit dhe pasurimit të bashkëpunimit dhe jo burim tensioni. Në anën tjetër, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani shprehu shqetësimin për situatën e përgjithshme politike dhe marrëdhëniet ndëretnike atje, si dhe theksoi tentativat për ta transferuar krizën nga domeni politik në atë etnik. Shqipëria asnjëherë nuk ka ndërhyrë dhe nuk ndërhyn në punët e brendshme të një shteti tjetër dhe aq më pak të vendeve fqinje, ndërsa shqiptarët që jetojnë në Maqedoni janë një faktor shtetformues dhe Shqipëria do t'i mbështesë në kërkesat e tyre legjitime për respektim dhe zbatim të plotë të marrëveshjes së Ohrit.
Të dy presidentët janë pajtuar se është e nevojshme që vendet të përmbahen, të ndërmarrin hapa të përbashkëta për rritjen e besimit të ndërsjellët dhe fokusim në prioritetet e përbashkëta, të cilat nënkuptojnë marrëdhënie të mira ndërfqinësore, avancim të bashkëpunimit rajonal dhe fokusim në projekte që do të avansojnë dhe përmirësojnë jetën e qytetarëve të dy vendeve. Gjykata e Apelit ka sjellë vendim me të cilën ngelet në fuqi përcaktimi i masës së paraburgimit për Seat Koçan, siç kanë njoftuar nga gjykata. Ankesa e mbrojtjes për paraburgim për të dyshuarin Seat Koçan është pjesërisht e pranuar. Gjithsesi, arsye të tjera për cilat është përcaktuar masa e paraburgimit nuk janë plotësuar, por për shkak të rrezikut nga rratisja ngelet paraburgimi. Tani më një javë Seat Koçan nuk është kapur nga organet e rendit, ndërsa sipas avokatit të tij, ai është në udhëtim zyrtar. Sipas prokurisë speciale, biznesmeni Seat Koçan ka braktisur shtetin një ditë pasi penalja ka sjellë vendimin me të cilin i është përcaktuar paraburgimi prej 30 ditëve. Në ndërkohë, gjatë ditës, VMRO DPMN dhe LSDM përplasën në lidhje me përcaktimin e masës së paraburgimit të biznesmenit Seat Koçan. Nga VMRO thonë se kjo është një goditje mbi demokracinë në vend, ndërsa LSDM ka thënë se mbrojtja e Koçanit nga ana e VMRO-s tregon fytyrën e vërtetë të Gruevskit. Po ashtu ka reaguar edhe Prokuria Speciale Publike, të cilët kanë thënë se puna e tyre bëhet në përputhshmëri me ligjin dhe se nuk kanë asnjë lidhshmëri me LSDM-n. VMRO DPMN vlerëson se përcaktimi i masës së paraburgimit për pronarin e televizionit Nova dhe biznesmenin Seat Koçan është jo ligjore dhe me këtë sipas tyre po bëhet presion për të mbyllur këtë televizion. Ata thonë se kjo është një porosi deri tek gjithë ata që kundërshtojnë politikat e Zaevit. Kjo vepër është tentim për të ngulfatur demokracinë dhe hapësirën e lirë mediale në Maqedoni. Kjo vepër do të jetë një goditje serioze mbi lirinë e mediave. VMRO DPMN nuk do të mbetet indiferente ndaj politikës së tillë të LSDM-s, e cila si humbëse në zgjedhjet nuk ka ardhur në pushtet, por nëpërmjet Prokurorisë Speciale Publike ku është në pushtet, që nga dita e parë e formimit të saj, tani më praktikon sundim jo demokratik, duke ngulfatur liri të mediave, shkelje të ligjeve dhe shkelje të demokracisë. Nga ana tjetër, kanë reaguar edhe nga LSDM, të cilët kanë thënë se çdo kush që ka punuar në kundërshtim me ligjin duhet të përgjigjet. Ran maskat e Gruevskit dhe VMRO DPMN-s. Komunikata në të cilën VMRO DPMN mbron partnerin medial dhe të biznesit Seat Koçan vërteton se gjithçka që bën kjo parti ka një qëllim të vet: mbrojtjen të krimeve dhe pasurive të tyre. Udhëheqësia e VMRO DPMN-s duhet menjëherë të ndalojë me keqpërdorimin e njerëzve, duke dërguar në protesta, madje përfshir këtu fëmijë dhe nxënës. Të ndalojmë dhe të mos provokojmë incidentet, konflikte dhe dhunë, si dhe të mundësojnë transferim të qetë të pushtetit. Po ashtu, kanë reaguar edhe nga Prokuroria Speciale Publike, të cilët kanë thënë se ata janë një institucion i pavarur i votuar me ligj, madje edhe nga vetë deputetët e VMRO-s. Në këtë rast theksojmë se kjo prokurori publike si institucion i pavarur dhe profesional është formuar me ligj të cilin në Kuvendin e Maqedonisë kanë votuar gjithsej 111 deputet, përfshirë deputetët e VMRO DPMN-s. Gjatë ditës së sotme, para gjykatës së Apelit kanë protestuar të punësuarit në kompaninë Transmet. Ata kanë kërkuar që të hiqet masa e paraburgimit për Seat Koçanin. Kujtojmë se Seat Koçan dyshohet për keqpërdorim 17 milionësh nëpërmjet firmës së tij Transmet në kuadër të rastit trust të Prokurorisë Speciale. Raportet ndërkombëtare përmbajnë komente për sfidat e shumta të gjyqësorit Maqedoni dhe flasin për uljen e besueshmërisë së opinionit në punën e tij, ndërsa duke pasur parasysh situatën aktuale nuk mund thuhet se Maqedonia respekton të drejtat e njerëzit. Kjo tha sot në prezantimin e projektit monitorimi për punën e Këshillit Gjyqësor të prezantuar nga Instituti për të Drejtat e Njerëzit në Shkup. Ky institut nëpërmjet projektit në fjalë do të mbikëqyr punën e Këshillit Gjyqësor. Instituti për të drejtat e njerëzit në Shkup nëpërmjet projektit të monitorim për punën e Këshillit Gjyqësor do të mbikëqyr punën e këtij organi të drejtësisë, duke vendosur fokusin në transparencën, llogaridhënien dhe efikasitetin e tij. Në prezantimin e raportit të parë mbi këtë projekt, ndër të tjera, u tha se mbikëqyrja publike e këtij trupi është në plan të parë dhe rezultatet e deritanishme nuk tregojnë se qytetarët kanë njohuri çfarë punojnë ata, kush i zgjedh këta trupa dhe në çfarë mënyre. Ambasadori i Britanisë së Madhe Charles Garrett në fjalimin e tij tha se Këshilli Gjyqësor ka rëndësi të madhe për gjyqësor të besueshëm dhe efikas. Sipas tij, Këshilli ka për detyrë të kontrollojë kualitetin e punës së gjykatësve dhe të ndihmojë gjykatësve të mbrohen nga presioni i politikanëve, biznesit dhe personave të fuqishëm apo korporatave.
Međunarodните rangiranja Radhitjet dhe raportet ndërkombëtare përmbajnë komente për sfidat e shumta të gjyqësorit në Maqedoni, si dhe për uljen e besueshmërisë së opinionit në punën e tij. Nuk duhet të dëshpërohemi ndaj komenteve kritike, duhet t'i shohim si mundësi për të përmirësuar gjyqësorin dhe të përforcojmë sundimin e së drejtës dhe demokracisë. Ndërkohë, kryetaria e Institutit për të Drejtat e Njeriut Margarita Caca Nikolovska tha se duke pasur parasysh situatën në Maqedoni, nuk mund të thuhet absolutisht se të drejtat e njeriut respektohen në tërësi. Ima problemi, vi jeste svesni de Ka probleme. Ju jeni të vetëdijshëm dhe Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut ka një numër të madh të gjykimeve krahasuar me popullatën, e cila gjykime në të cilët është vërtetuar shkelja e të drejtave të njeriut. Numër më i madh i tyre ka të bëjë me atë që do të thotë veprimi i drejtë, që është me të vërtetë e palejueshme që pas gjithë këtyre viteve përvojë, gjykatësit të bëjnë gabime të tilla në veprime dhe të kemi gjykime të tilla që vërtetojnë se nuk është respektuar veprimi i drejtë. Ajo po ashtu ka dënuar edhe gjuhën e urrejtjes që kohëve të fundit po përdoret në opinion, duke thënë se është e palejueshme dhe më friksuese është mos reagimi i organeve shtetërore dhe mos sankcionimi i tyre. Ky projekt mbështetet nga Ambasada e Britanisë së Madhe në Shkup. Qyteti i Shkupit vazhdon të shkel ligjin dhe të mos e përdor gjuhën shqipe. Kryetari i qytetit Shkupit Kose Trajanovski nuk merr asnjë përgjegjësi për mos përdorimin e gjuhës shqipe në ndërmarrjen e ujësillësit dhe kanalizimin, ndërsa drejtori i kësaj ndërmarrje Aleksandar Atanasov vazhdon të mos pranojë të prononcohet për televizionin shenja. Edhe pse ndërmarrja ujësillësi dhe kanalizimi është në ingerencat e qytetit të Shkupit, kryetari Kose Trajanovski nuk merr asnjë përgjegjësi për mos përdorimin e gjuhës shqipe në këtë institucion. I pyetur nga televizioni Shenja se pse në ndërmarrjen publike ujësillës dhe kanalizim nuk përdoret dygjuesia dhe qyteti i Shkupit e lejon një gjë të tillë dhe nuk merr asnjë mas, Trajanovski thotë se këtë pyetje duhet ia drejtojmë drejtorit të ujësillësit. Прашете го директорот на јавното предпријатие Водоводите. Ndërsa drejtori i kësaj ndërmarrjeje Aleksandar Atanasov vazhdon të mos pranojë të prononcohet për televizionin Shenja. Ai ka disa ditë që justifikohet se nuk ka kohë dhe do të përgjigjet nesër. E nesërmja e tij përsëritet që nga e hëna. Drejtori i ujësillësit Aleksandar Atanasov njihet edhe si zyrtar që përdor fjalë tendencioze dhe nacionaliste. Madje përdor edhe gjuhën e urrejtjes dhe kjo mund të vërehet edhe nga postimet e bëra në rrjetin e tij social Facebook. Sipas ligjit në Shkup duhet të përdoret dygjuesia. Raporti vjetor i vitit 2016 tregon se në 1291 institucionet publike të Maqedonisë janë punësuar 129.653 persona. Në krahasim me vitin 2015 në 511 institucione, numri i punonjësve ka rënë ose ka mbetur i njëjtë, ndërsa në 511 institucione numri i punësuarve është rritur. Nga numri i përgjithshëm i punësuarve, 82.900 ose 75.15% janë maqedonas, 21.279 ose 19.29% janë shqiptar, 1.781 ose 1.61% janë turq, 1.272 ose 1.15% janë serb, 1.215 ose 1.10% janë rom, 479 ose 0.23% janë bosnjak, 478 ose 0.23% janë vlesi dhe 907 persona ose 0.82% të komuniteteve tjera ose të padeklaruar. Në krahasim me vitin 2015, ku në raportin vjetor ishin të regjistruar 128.347 punësuar në sektorin publik, në vitin 2016 janë regjistruar 1.306 punësuar më shumë. Të dhënat e raportit në fjalë u prezantuan në klubin e deputetëve në Shkup nga Ministre e Shoqërisë Informatike dhe Administratës Maqedonisë Marta Arsovska-Tomovska. Komisari Johannes Hahn propozon krijimin e tregut të përbashkët të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Holandës Mark Rutte shënoi fitore kundrejt politikanit anti-islamik Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare. Ecë më tej me zhvillimet nga rajoni dhe bota, seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë edhe sot është mbajtur pa praninë e deputetëve të opozitës, të cilët vazhdojnë bojkotin që prej datës 18 shkurt, duke mos marrë pjesë në punimet e Kuvendit.
Që nga fillimi i protestës rreth një muaj më parë, asnjë nga deputetët e opozitës nuk ka marrë pjesë në seancat e Kuvendit të Shqipërisë pas vendimit të partive opozitare për të bojkotuar punimet e seancave, por edhe mbledhjet e komisioneve parlamentare. Gjatë seancës së sotme ka patur debate mes deputetëve jo vetëm për protestën e opozitës, por edhe për ndryshimet në qeveri, që janë konfirmuar nga kryeministri Edi Rama. Nga ana tjetër, deputetët e Partisë Demokratike të Shqipërisë janë mbledhur në çadrën ku po vazhdon protesta në bulevardin dëshmorët e Kombit në Tiranë përpara selisë së Këshillit të Ministrave që prej datës 18 shkurt, ashtu si ditëve tjera sot ka mbajtur një fjalim edhe ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Në Sarajevo sot ka filluar takimi i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Komisioneri Johannes Hahn ka shpalosur idenë e një tregut përbashkët për Ballkanin Perëndimor, qëllimi afatgjatë i cilit është integrimi brenda tregut të brendshëm të Bashkimit Evropian. Në Sarajevo sot ka filluar takimi i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim, krahas Nikoqirit, kryesuesit të Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Denis Zvizdić, i cili mbajti fjalim përshëndetës, marrin pjesë kryeministrat e Shqipërisë Edi Rama, Maqedonisë Emil Dimitriev, Kosovës Isa Mustafa, Malit të Zi Dushko Marković dhe Serbisë Aleksandar Vučić, si dhe komisioneri për politikë të jashtme dhe zgjerim Johannes Hahn dhe ministri i punëve të jashtme i Italisë Angelino Alfano. Komisioneri Johannes Hahn ka shpalosur idenë e një tregu të përbashkët për Ballkanin Perëndimor. Qëllimi afatgjatë i kësaj ideje është integrimi brenda tregut të brendshëm të BE-s. Siç ka thënë Hahn, ky treg 20 milionësh do të ndihmohet konkretisht gjatë verës në samitin e Trieshtës, ku do të shpallet rritja e buxhetit për ndihmë bizneseve. Ne po u propozojmë tregun e përbashkët për Ballkanin Perëndimor. Ambicia jonë është heqja e barierave dhe krijimi një hapësire të vetme për zhvillimin ekonomik. Kjo do të bëjë të qartë qëllimin afatgjatë për integrimin e Ballkanit Perëndimor brenda tregut të brendshëm të BE-s, ka thënë Hahn. Ai ka thënë se kjo iniciativë deri në vitin 2025 mund të krijojë deri në 80.000 vende pune. Ai më pas ka dhënë edhe arsyet që BE-ja po i kthen reflektorët drejt Ballkanit. Takimi i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor pritet të përqendrohet në projektet rajonale dhe në bashkëpunimin ndërmjet tyre në, siç thuhet, ruajtjen e stabilitetit dhe në prosperitetin ekonomik. Qëllimi i përbashkët, thot kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Denis Zvizdić, është rruga drejt BE-s. Takimi i kryeministrave po zhvillohet në një kohë të ndjeshme për Ballkanin Perëndimor, siç vlerësojnë zyrtarët e lartë të BE-s. Porosit për perspektivën europiane të vendeve të rajonit ka përçuar dhe kancelarja gjermane Angela Merkel, që ka paralajmëruar dhe mbajtjen në një konferencë të përbashkët me udhëheqësit e rajonit në muajin gusht. Marrëdhëniet në Ballkanin Perëndimor janë tensionuar kohën e fundit. Kryeministri i Holandës Mark Rutte shënoi fitore kundrejt politikanit anti-islamik Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën për atë mërkurën në Holandë. Liderët europianë e uruan kryeministrin e Holandës për fitore, ndërkaq ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka deklaruar se zgjedhjet në Holandë kanë treguar se nuk ka dallim mes socialdemokratëve dhe liderit radikal të krahut të djathtë. Kryeministri i Holandës Mark Rutte shënoi fitore kundrejt politikanit anti-islamik Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare të mërkurën. Holanda i tha stop llojit të keq të populizmit. Duam të përmbahemi trendit që kemi, të sigurt, të qëndrueshëm dhe të begat, u tha Rutte mbështetësve në Hag. Me më shumë se 90% të votave të numëruara, Partia Popullore për Liri e zotit Rutte ka fituar 33 ulëse në parlamentin prej 150 vendesh. Partia Liria e zotit Wilders ka dalë e dyta me 20 ulëse, ndërsa Demokristianët dhe Partia e Qendrës D66 kanë fituar nga 19 ulëse. Pjesëmarrja në zgjedhjet ka qenë 81%. Liderët evropian, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, e uruan kryeministrin e Holandës për fitoren. Një vot për Evropën, një vot kundër ekstremistëve, tha Juncker. Ndërkaq, ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka deklaruar se zgjedhjet në Holandë kanë treguar se nuk ka dallim mes socialdemokratëve dhe liderit radikal të krahut të djathtë të Partisë për Liri, Geert Wilders. Zgjedhjet në Holandë janë të parat prej 3 palë zgjedhjeve që mbahen këtë vit në Evropë e që shihen si test për unitetin e Bashkimit Evropian në kohën e rritjes së ndjenjave nacionaliste në kontinent.
Edhe në Maqedoni nënshkroi memorandum bashkëpunimi me shkollën e mesme elektronike Mihajlo Pupin nga Shkupi. Me këtë memorandum krijon kushte për formim të paralele speciale me 25 nxënës, e cila do të gëzojë aftësinë profesionale dhe mbështetjen e vënës. Kjo është ofertë ndaj të rive, të cilët askush deri tash nuk e ka ofruar. Të regjistroheni në shkollë, të përfundoni me sukses dhe të ju pret vend pune me pak të mirë në kompani eminente siç është EVN, deklaroi Eftim Pejovski, drejtori i kësaj shkolle. Stefan Peter, kryetari i bordit drejtues të EVN Maqedoni, tha se në vitin 2020 EVN do të punësojë rreth 20 nxënës të shkollës së mesme, menjëherë pas mbarimit të shkollimit, me neto pagesë të garantuar prej 20.000 denarëve në muaj. Ekziston kërkesë për fuqi punëtore të aftësuar, prandaj ne duhet të ofrojmë vende pune tërheqëse me perspektivë. Këtu të ndëruar shikues, kemë përfunduar me këtë edicion të lajmeve dhe ne sigurisht sërish do të takohemi në orën pas orës 23 pra me edicionin e fundit të ditës së sotme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.